Pejgamberi alayhis salatu wasallam I ka trajtuar njerëzit e sprovuar me dhënje të shpresës dhe me thirrje për durim. Tregon Ata ibn Abi Rabah, nxënësi Abdullah ibn Abbasit. Ata ibn Abi Rabah ka qenë çuqi Ataja, nxënësi ibn Abbasit. U kanë I zi, shumë I zi, edhe hiç I heshëm. Muir po fati I tij me mësuet ibn Abbasit. Fati I tij me mësuet ibn Abbasit. Derisa një njeri ka thënë, "Çysh uleve të ki zivi?" Ka thënë, "Po kjo të ka trashëguar ibn Abbasin, djalin e Haxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Apo, ana për shembull njeri kur ka aftësi, apo nuk I intereson ai ka bëj zivja I bardhi. Apo, për shembull çitë në dunjë. A të intereson ti kush e ka rregulluar kompjuterin ai zija I bardhi, jo, bja ma materien. E para në të ilmi na, dënjarë ngurojnë nëse nuk ka domethënë privilegje apo ndonjë autoritet të lartë. Thot Ataja ibn Abi Rabah, ishmi me Abdullah ibn Abbasin, djalin e Haxhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe e pam një gruje në Qabe. E pam një gruje në Qabe dzez. Edhe më tha ibn Abbasi, "O Ata, apo do me të kallëzu për një gruje, a do me pa një gruje xhenetit, pin dunja?" Dhe I thash, "Bela, qysh jo? Du me pa." Tha, "Kyrës këtë gruje." E ka pas emrin Suajra el-Esedije. Suajra el-Esedije. Tha, që kjo gruje banore xhenetit. Atëherë thot, I thash, "Pika banore xhenetit." Ose Ataja kon alim. Pringa. Ka thot, "Që kjo gruje, që kjo plaka, ka ardhur te pejgamberi alayhis salatu wassalam edhe është ankuar." Edhe I ka thënë, "Ja Rasulullah, une jam për atyre të usra, jam e godit me epilepsi, lodhna edhe goditem. Pasaj kur goditem, zhveshem, se di që jam të ba." Apo, hinë lezo për epilepsin, apo kush ka një uri e din se për flasin. "Fed'u Allahe li, lutë Allahun të më shëroje." I ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, "In shi'ti sabirti, si dush ban sabër, walakil janna, Allahu ta jep xhenetin." Oferta e parë është ka dal. Si dush ban sabër. Pejgamberi nuk ka gut minjar. A dhe ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, të gjitha xhevabet e pejgamberit alayhis salatu wassalam ishin nëse pyet si s'ka ditë me pyet, ja ka më remetuar edhe pyetjen. Ka dal, çështu vetët mësanena. Sikur çka I tha babës Zeidit, Harithës, çka I tha, s'është problem, vetë djalin, do me net, do me ardh, është I lirë. Çka I tha ai, për të drejtësisë ko këti. Ti drejtë për të drejtës, pse? Pa jep zgjedhje, çfarë ka thënë? Çka tha, si dush ban sabër, Allahu ta jep xhenetin. E si dush, unë tash e lutja Allahin ç'ta shnoshaj. Sallallahu alaihi wasallam. I ka thënë, "Jo, ka me bë sabër." Ka thënë, "Mirë, po, a mundesh veç me lut Allahun ku të rxona të muruja Allahu më zbulona." Çika gajnën e ka pas më zbulohet. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, thot kjo gruje kur zbulohet masi ta kape ajo goditja epilepsis, është e arsjetuar me para Zotit. Do kur ajo e hum kontrollin, I hum trunin, nëse epilepsia e bllokon trunin, hiç nuk është ajo, hiç nuk është aty. Mirë. Ajo kur njeri nuk ka aty, ai s'ka gjuna. Megjithatë, pi dashnijës ndaj moralit, pi urrëties ndaj zhveshjes, ka thonë, "Ka me bë sabër Resulullah për goditjen, lutë Allahun mos të zhvishem." E mirë, njeri trunin me veti, gruaja trunin me veti, edhe zhvishet. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, sa e mirë u kon kjo gruaje, e arsyetuar, e justifikuar me arsyen me veti. Apo, ti me bën gjumë diçka, thot dikush, "As në llogarikën e më të mund." Në gjumë marrë, ku e diun se ka bë. Kjo është marrën se në gjumë. Kjo hiç s'ka mene. Hiç ti sa dush preka s'ka. Ai bën gjëse të çuditshme. Vjelle e dalin gjërat të pakëndshme prej tira. Prej ti I lëviz dur që s'duhet, s'dej. Pastaj kthjellën. Ka thënë, "Veç lutë Allahun mos zhveshna." Edhe ka bë dua pejgamberi alayhis salatu wassalam, "O Allah, vetëm mos zhveshet." Edhe gjithmonë kur ka domon e ka kap, nuk është zhvesh. Radiallahu anha wa ardhaha. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam çfarë I bënte të sprovuarve? U ofronte xhenetin. Bon sabër. Sabër ban. Këtë dunjë kena ardhur me bon sabër vëllazë. Shikoj ki muaj shkoj subhanallahu. Gjysa muaj shkoj. Jo nat hajgarën e njerëzve shkoj I bekumin. S'ka problem, mirë po, mi dhon vetës vullnet. Mirë po, me kajt pak. Se nuk e di me vllati ja kimë munit në Ramazan.
A Covidi sa njerëz do i morën neve? Covidin në kuptimin e Allahu xhelalu ala. Sa njerëz jo edhe Covidit kanë ndek, pje xhelit. Apo ti në mota e di se e za Ramazani? A do nëse të ka ik diçka mbi 15 të kalum të cili i shkoj, ky zanë kët 500, ky zanë 10, ky zanë tekin, ky zanë 27. Sepse këto dy vëzër përsëritën. Allahu na mundsohet me i mbush me vepra të mira ya rabbal alamin. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam të sëmurve dhe të sprovuarve, njëri thonë të bani sabër. As i dushun e lutje Allahu xhelalu ala. E Allahu të shëron dhe të pastron. Kjo ka qenë prej asaj që ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam tradit. Gjithashtu një njeri që ka tregu Uthman ibn Hanif, thot ardhi një njeri te pejgamberi alayhi salatu wasalam, dharir al-basar, nuk kishte sy. Nuk kishte si. Edhe i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, a nuk pelut Allahun të më shëroje, të më ktheje synin? Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Shikoj se këtë zemër të madhe, megjithatë pejgamberi këtë mend i ka për njerëzit e ahiretit. Apo, njëri për shembull se thot, po pse s'u ka lut ti kthehet syni? Sepse e ka ditë se Allahu mos i pesprovon, po do mi dhan diçka këtina. Tha, nuk pelut Allahun të më ktheje shikimin? Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Si dush lutem. E si dush ban sabër, kjo ma e mirë për tyje. Atëherë i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, lute. Nuk ka bëu dolim. Atëherë i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merr abdes, i ka kallxue dhe ka bëu lutje. Apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë të sprovuar jo ka ofruar që ata të bëjnë sabër dhe ta kërkojnë shpërblimin Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam nga përpikmëria e tij në të shprehur dhe në emërtim ka qenë shumë i kujdesshëm që kur e ka pa ndonjë të në një njerëz i cili mungon apo ka ndonjë të net si verbëria apo çfarë do qoftë, e ka thirrë me emër të shëndosh. Për shembull, tregon Xhabiri, hadithin që ka nxjerr Imam al-Baihaqi nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, do të ditë për ditëve na tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, hajde të shkojna të ky mesi, të ky shkashe, intaliqu bina ila al-basir alladhi fi bani waqif na'uduhu. Kan thënë, hajde të shkojna ta vizitojna, të shkojmë mysafir te ky shkashe. Thot Xhabiri, a u kanë i verbër? A u kanë i verbër? Pse ka thënë hajde shkojna te ky shkashe? Dietar kanë shumë komente. E para s'ka dash të thojë o i verbër. Hajde shkojna te i verbri. Megjithëse i verbri hiç e kanë nik të tjerë. S'ka dash për mësam i thonë, hajde të kjo i verbri. Për ka thonë, hajde të kjo i shka ka sy. Dhe komenti tjetër, njërë për djetarëve të mëdhejt të Hanefive, Hoxha i njohur At-Tahawi, në librin e tij të madh, Sharh Mushkil al-Athar, thotë shumë gjatë e kum menu që këtë hadith. Shumë gjatë. Thotë sepse e kum gjetë Allahu xhelalu në Kur'an e qunë të verbërin të verbër. Laysa al-a'ma haraj. Allahu xhelalu përmend s'ka për të verbërin ngarkesë. Për atë që ka së mundët me ba. Thot, pse për e nësëm që këtë adit tha, që nuk shkojnë atë e kysh ka kasin. Haj, si kasin, nuk shë. Thot, e ku mendu gjatë. Thot, dhe me mbledhin e ajeteve që e ku mba. Edhe haditheve të shumëta, thot, pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka pas vetëm alegorik ta, pa e ka pas hakikat. Që nuk shkojnë atë a vizitojna, që këtë komshien, që ka e kena me sy. Thot, nuk e ka pas për që dhe veç, tja boje qefi. A i ka mungu sini. Mirë po thot, pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thonë, që shkojmë të kysh ka shem me zemër, se o musliman. Shiko? Dhe pejgamberi ka thonë, ani pse s'ka kime si këtë dunja, kysh shem me zemër, kim beson muë, kjo musliman. A dhe i thot, është bazur fjallën Allahu te bareke ve teala në Kur'an sur al-Hajj, fa innaha la ta'mal absaru, walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Allahu gjanë sur al-Hajj thot, në të vërtet, pra verbëria e vërtet nuk on sy, verbëria e vërtet on zemër, kurse është të vërtetën. Apo, supozoj njani shë, njani s'shë. Njani thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, edhe është i verbër. Dhe tjetri i ka syt, edhe çfarë Allahit dhe çfarë pejgamberit. Cili është më i mirë te Allahu xhelalu ala? Cili ka më fituar te Allahu te bareke ve teala? Në Kur'an dhe zot, sinit i thojnë basar. Basar. Më shati me ta. E sinit zemrës i thojnë basira. Sinit zemrës i thojnë basira. Thot Imam Tahawiu, ja ka përmend sinin e zemrës basira. Ai shë,
Ai fakti që më thot Resulullah, e fakti që e njeh Allahun, e o musliman e fal namazin, kjo është çishe. Andaj tha Xhabiri, na tha pejgamberi, "Çu shkojnë te kish ka sheh." Çiko, do kjo është sa është edukat e lartë që njerëzit u mungojnë tmet, që kanë tmet apo u mungojnë shisa, apo u mungojnë për gjërat të cilat i kanë njerëzit në standardin normal, që mi thirr me emra të mirë. Apo që mi thirr me emra të mirë. Kjo ka qenë prej traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë traditë e arabëve. Smutit i kanë thonë ishnosh. Smutit i kanë thonë ishnosh. Por që më kanë thonë hajde shkojnë atë ishnoshi. I smuta, hajde i vizitojnë atë ishnoshin. Pse? Me shpresë që ka mu shnosh. E jo si plot për njerëzve shkon e viziton, për shembull, thotë valla pik ti gripi plot kanë dek. Po nuk ban ashtu valla. A jetrin ndarse më fol për vdekjen. Po nuk folë valla për ndaj, do më martu njëri. Lejnë të një dhëndër masanela ditë tjetër ka thoj që sa ke dunja për herë. Von për shtatshmëria është shumë e rëndësi. Për shtatshmëria është shumë e rëndësi. Pse? Sepse ti ka mundësi e lëndon dika. Ka mundësi e lëndon dika. Andaj për shembull na e pam Covid. Sa doktor, udhëzime kështu me radhë. Thojshin është e rëndësishme psikologjia dhe shëndeti psikologjik, psikik i njeriu. Pse? Se lëndohet. Më kanë tregu vetë doktor dhe njerëz që kanë nejt në për trajtime të smutëve në Covid. Janë konë 5 veta në dhomë. 5 veta ketë me Covid. Apo, edhe njani ka ndrujet, ketë soba ka ndrujet, ketë dhoma. Pse, sa ato të smutje që kanë thonë, ka thonë, kjo e ka smujën teme, kjo vdiq, edhe unë e ka me tek. Kur ta muje psikologjia, se ti ki me tek, një ditë për ditë dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i kanë tregu, hajde se është njani i smut, pi shokëve të vetë, ka shku me vizituar. Edhe ka shku me vizituar, për mësëm ka thonë, pasërim, inshallah, ka me kaluë. Kalon inshallah. Apo e ka thonë, jo vetë çfarë të kaluve. Ka thonë, unë jam të prit me shku te vorrët. E kjo jam të prit me shku te vorrët, pejgamberi sa nuk i pëlqejti. Tha, e po çish tushti atë. Çish tushti. Thot transmetuesi, mas 3 ditëve ardh lajmi se ka ndruar jetë. Apo ka ndër dy komente. Komenti i parë se ja ka kthy fjalën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Person ka thonë, pastrim ajo, unë po shkoj te vorrët. Shko. E dyta, edhe më sakta, ose e ka mujt psikika. Apo ka me dek, mundesh me dek. Sot shkenca ka vërtetuar, lexon mjekësia. Lexon. Mjekësia ka vërtetuar. Nëse njeriu, fiksohet se e ka një smundje, nëse nuk e lufton këta, i bën çajo smundje. Ka njerëz vërtetuar. Për shembull, më duket se kam kancer. Më duket, e tash ajo që të duk çe. Ruju. Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lexo për pozitivitet, lexo për të mira, lexo për fjalë. Andaj kjo vlen edhe për në tjetrin. Mos i thuaj njërit s'ka në mirë vë diçka, pro ma mirë keve. Po hiç me vëlla mos ja thuaj këtë fjalë. A disa njerëz vallai mankohen, se janë sprovu. Hasrat thot me dal jashtë, pak më shku hund, thot a keve kontroll, po le vëlla njerin të lirë. Le njerin të lirë. Nëse ai thot s'jam mirë diçka në rregull, po mos apo ja çerën hiç e pa e mirë. E lëndon vallai ka njerëz lëndohen. Pse ai e ka një bardh vetën, mendzi se e bën. Apo a disa njerëz mos ani u gjumë në kontrolla. Shikoj pe mësram, thonë hajde shkojnë te kish ka sheh. Ishnosha. E ti tjetër diçka i tha, apo do më shku te vorrët? Por 3 ditë ka ndruar. Edhe kjo është kujdesi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ndaj njerëzve që kanë pas të meta.